Në tregun e Kërqovës, çmimi i specave të ajvarit këtë sezon varion nga 40 deri në 50 denar për kilogram, në varësi të cilësisë dhe llojit. Megjithatë, tregtarët thonë se këtë vit ka më pak blerës dhe interesimi është dukshëm më i ulët krahasuar me vitet e kaluara. Nuk ka çast të njaftueshme, s'ka narod. Narodi që ishte këto veç o largu, promet shumë pak. Sipas tyre, arsyet kryesore janë gjendja e rënduar ekonomike e qytetarëve, të cilët po përpiqen të kursejnë edhe me produkte tradicionale të dimrit. Ovdje se na paket 50, a na kilo 60 momentalno. Kićevo nema narod mnogo, to što je. Slabo narod slagat pazar, će zamat po piljari, po dyqani, tako da pazar samo sabatike. Edhe pse për momentin tregu është i qetë, tregtarët shpresojnë se me afrimin e fundjavës dhe uljen e temperaturave do të rriten kërkesat për speca dhe përgatitjet dimrore. Një kavanos ajvar në markete varion nga 250 denar deri në 350 denar, varësisht nga lloji dhe kompania. Ndërkaq qytetarët thonë se 30 kg speca nga 50 denar janë 1500 denar plus vaj dhe produkte tjera del diku tek 2500 denar. Me 30 kg speca mund të nxjerrësh 10 deri në 13 kavanoza ajvar.